Përshëndetje gjithë miq, takohemi në Albanian Newscast në episodin ton të radhës. Do flasim për atë që është një nga ngjarjet më të rëndësishme të kësaj periudhë kohe, por ndoshta edhe më të rëndësishmet të vitit. Disa thonë që mund të jetë edhe për këtë 10 vjeçar, megjithatë jemi ende në fillim, ka një entuziazëm të madh, besoj gjithë e kuptuat që bëhet fjalë për protestën që po mbahet para kryeministrisë, filloi si një protestë kundër privatizimit dhe një investimi që do bëj në Zvërnec dhe më pas është zgjeruar dhe ka dhe shumë çështje të tjera brenda saj. Pikërisht për këtë do flasim, ka kënaqësinë të kem Migen Qiraxhi nga Qendresa Qytetare. Migen, faleminderit, kënaqësi. Dhe kolegun tila Almer Toska nga Timoni.al. Almer, faleminderit, kënaqësi. Almer, gjithmonë emisionet hapen me gazetarët. Si të zhdukur deri tani gjithë kjo lëvizje, kjo protest, ka një entuziazëm i duhet theksuar, ti ke qenë kritik në disa gjëra apo jo? Po. Shiko, sot jemi në ditën e 8, në ditën e 9, dhe kur jemi në këto kushte, protesta është për të përshëndetur. Unë kam qenë kritik ditën e parë, ditën e dytë, sepse unë jam njeriu që mbështes çdo lloj zhvillimi ekonomik dhe çdo lloj projekti që është në të mirë dhe në dobit të ekonomisë shqiptare. Fakti që disa ambientalistë dhe një grup njerëzish, që unë mendoj që janë sponsorizuar për interese për qëllime të caktuara, do t'i vëmë emër Soros, do t'i vëmë emër grek, apo do t'i vëmë emër gjeopolitik për çështje interesa anti-shqiptare, hajtë vëmë një emër tim, por nuk është në të mirë Shqipërisë ajo dorë e cila e ngriti këtë protestë kundër projektit. Dhe unë mendoj që aktualisht ata interesat të cilët duan që projekti ta anashkalohet, po e nxjerr kokën. Çfarë do thotë kjo gjë? Neve kemi parë media në lajmet në mediat greke që thuhet qartasi që e ftojnë familjen Trump, e ftojnë Ivanka Trump dhe Jared Kushner që të investojnë në Mykonos. Pra, projekti i Zvërnecit, ato para që do hidheshin në Zvërnec në dobi të ekonomisë shqiptare, do transferohen tashmë, mund të transferohen, uroj që mos ikin kurrë në Mykonos. Greqia ka shumë, është një vend përradhor, e ka bekuar zoti, dhe nuk është mirë që të marrin dhe këtë investim plus dhe neve të jemi një hap mrapa në zhvillimin e turizmit. Shiko, ne jemi një vend që po e zhvillojmë turizmin gradualisht, po e rrisim nivelin e turizmit. Jam dakord me turizmin, po duhet të kthejmë pak tek pjesa e parë, se janë akuzat të forta. Tani ka një gjë. Masë pak, ku bazohesh në këtë kritika? Pse mendoj që, shiko, lufta ndaj familjes Trump dhe presidenti Trump është e përfshirë, është politike e gjitha, është në gjithë botën. Dhe çdo kush është interesuar, ka interesin e vet, le ta bëj, nuk është problem aty ta kritikoj, sepse edhe Trump ka bërë veprime që s'duheshin bërë. Pra, është për të kritikuar. Sot unë Trump e kritikoj, unë jam kam qenë një mbështetës i Trump për atë për çka sillte qeverisja e shkuar e Bidenit, por ndërkohë jam kritik me Trump dhe sot, sepse sipas të dhënave që edhe çfarë referencave mediave amerikane apo njerëzve që kemi atje, ekonomia në Amerikë është më keq se nivelin se në qeverisin e Biden. Ka bërë zgjedhje të gabuara. Po të rikthehemi tani prapë autoritetin shqiptar. Unë t'i themi gjë që sot mendoj që Fondacioni Soros, që është një mega fondacion që ka interesat në gjithë vendet e botës, sot në Shqipëri unë mendoj që po përplaset me Trump në territorin shqiptar për ndikimet që do t'japi në efektin që do t'japi në politikën amerikane. Po përplaset këtu edhe për interes ekonomik. Pse? Po përdoret Shqipëria për goditur Trumpin, po thua. Po patjetër sepse ka një përhapje të llahtarshme të lajmit dhe ngjarjeve në pasqyrim mediatik. Është jashtëzakonshëm. Pra pasqyrohet Shqipëria dhe kjo nuk i bën mirë ekonomisë shqiptare. Por unë mendoj që në këtë rast po vjet në provë Edi Rama, sepse Edi Rama duhet ta dim që është një nga njerëzit e sponsorizuar nga Fondacioni Soros. Është një nga njerëzit që e kanë rritur, e kanë mbështetur. Dhe aktualisht, për interesat ngushta politike, Rama po mbështet, ka lidhur një marrëveshje të re me Donald Trump. Kjo nuk i pëlqen Fondacionit Soros. Atëherë ata po i thonë, për që a them më thjesht për publikun, po i thonë, o ta bëjmë bashkë këtë projekt dhe qëndron linjën tonë, ose ti lër karrikën e kryeministrit dhe ik sepse të kemi sjell ne atë. Po pse ta lë karrikën e kryeministrit? Nuk është parti, është lëvizje qytetare. Lëvizje qytetare. Pika e parë e thirrjes qytetare është që të lëri karrikën e Edi Rama. Dhe kjo është shumë pozitive. Tani, tim ke parë, e ke ditur që unë jam njeri që në media dalë dhe artikuloj të gjitha aferat korruptive, të cilat ka bërë kjo qeveri. Për mua Edi Rama do të ikë jo sot, të kishte ikur. Por fatkeqësisht është një opozit e venitur e cila fle dhe nuk ka e gasme të fitojë besimin e qytetarëve. Po kjo mund të jetë zëvendësuesja e opozitës, mendon. Tani unë nuk mendoj që kjo lëvizje tashmë mund të reflektojë një lëvizje të re politike. Unë mendoj që kjo lëvizje pozicion shoqërinë po vret frikën. Pra, të gjithë ata njerëz të cilët nuk mund të mos e themi gjitha që në fillim. Okay. Unë mendoj që po. Kjo është një lëvizje që mund të zëvendësojë opozitën dhe mund të zëvendësojë edhe qeverinë, po ky është mendimi im. Migen, dua edhe komentin tënd. Po është lajmi mirë që ditë pas dite protesta thitha edhe ata të cilët kanë qenë kritik ditët e para. Edhe ka përshtypjen që kjo është një nga potencialet e mëdha, sepse me masivitetin e saj e ka sfomuar
kjo protestë e ka sfumuar çdo lloj influence të jashtme në kuptimin e furnizimit me teori konspirative fjala vjen. Unë mendoj që tashmë është e kuptueshme që realiteti është mbi konspiracionin. Dhe nëse ne shohim ato përmasa të pjesëmarrjes së qytetarëve në protestë, e kuptojmë që ne duhet shohim realitetin në sy. Pra, ky është vend që ka dështuar të jap arsim. Ky është vend që ka dështuar të jap shëndetësi. Ky është ne jemi përpara një qeverisjeje e cila ka dështuar në shumë sektor të saj. Edhe në procesin që neve shpeshherë mundohemi të themi që jemi janë kundër zhvillimit. Problemi me vendin tonë është që në emër të zhvillimit dhe në emër të gjërave të mëdha, njerëzit janë vjedhur po në mënyrë madhështore. Pra, gjëja më e madhe i Albania u vodhën në mënyrë të madhe. Gjëja më e madhe incineratorët u vodhën në mënyrë të madhe. Dhe tani sërish njerëzit kanë arsye objektive për të dyshuar që ky zhvillim i madh që po premtohet prap. A do vjedhet prap? Se ne nuk kemi para situatës ku kjo qeverisje ka bërë 21 vepra të mëdha dhe tani ne qytetarët jemi skeptik për veprën e 22. Dhe kur themi që jemi kundër zhvillimit ose kundër projekti, për herë të parë kryeministri flet për, domethënë një nga arritjet e protestës është që solli kryeministrin të flas për projektin, se deri para asaj nuk fliste askush, nuk dinim se për çfarë bëj fjalë. Ndërkohë që flet thotë edhe s'ka projekt. Po kjo kritika që thot Almeri e kam hasur edhe nga eksponent të Partisë Demokratike. Një prej tyre sekretari i saj i përgjithshëm zoti Flamur Noka, edhe eksponentë të tjerë. Ka prapavi sorosiane kjo protestë? Shiko, unë kam përshtypjen që është e njëjta linjë logjike e Ramës kur thotë që është greke, kur thotë që është iraniane. Domethënë po të marrësh metodologjinë se si ndërtohet, është që ne kemi skenën, mirë, por ne nuk më mjafton skena tani, ne duhet të shohim prapa skenën. Dhe duke u futur te prapa skena, ti mund të bësh çdo gjë, mund të thrasësh në ndim çdo lloj teze për konspiracion. Problemi që unë mendoj që është me të gjithë ata që bëjnë analizën mbi prapa skenën, është që anashkalojnë skenën njerëzit që janë aty, pse janë njerëzit aty, kush janë kërkesat e qytetarëve dhe a janë të drejta pasaj kërkesat apo nuk janë të drejta kërkesat. Dhe e thash edhe pak më parë, me masivitetin, pra me rritjen mbas çdo dite, qytetarët ja kanë bërë të pashmangshëm të gjithë analizëve ose faktorëve ose aktorëve që duan të jenë edhe përballë protestës, që të mos anashkalojnë dot atë që është skena. Unë nuk mendoj Miguel që ka njëri përballë protestës. Unë mendoj që protestën e duan të gjithë. Edhe unë që jam kritik jam kritik i ditë. Shiko, edhe të djathët, nuk po pavarësisht tani u bashkuan, një kohë të shkurtër dhe të nuk po flasim për një grup pushtetarësh që e kanë vjedhur këtë vend majtas dhe djathtas, po flasim për shoqërinë në tërësi. Dhe unë mendoj që pse u vendos ai teli me gjëmba aty, janë disa të vërteta që nuk e thën njerëzve. Unë mendoj që ose informacionet që kam unë dhe është e faktuar, po deshet pyesni dhe kompaninë. Si biznesmen fshihen Almer, ti ke guximin ke thënë emra gjithmonë. Tani unë unë nuk di që të ketë biznesmen shqiptar deri tani të përfolur. Unë di që ka një kompani të huaj, janë dy vëllezër nga Katari. Tani unë kam bërë një shkrim, ti e di shumë mirë, një raportim për çështjen e pronësisë dhe unë do kem dokumentacione të tjera. Pra, të gjithë këtë lloj skandali mbi pronësinë unë do ta pasqyroj. Pra nuk bëhet fjalë që çfarë flitet, na zbulon diçka. Tani çfarë ndodh? Pse është bërë rrethimi me tel dhe me tel me gjëmba. Aty ka pasur mjete që ishin në vend për po nisin punimet. Dhe këto mjete janë djegur, mjetet kushtonin 600.000 euro. Pra janë djegur dhe është duket që është sabotazh. Po 100%, po, ka një gjë. Mjetet janë djegur në këtë. Unë mbaj përgjegjësi për këtë gjë që them, sepse informacionin e kam të konfirmuar. Mund ta konfirmoj edhe Arbi si gazetar dhe ju mund të bëni një fakt check. Jam dakord, edhe nëse është kështu nuk justifikon pra. Tani ka gjë, unë nuk shiko, ajo që ka ndodhur me djegjen, që ka ndodhur me trekjen zvarr, që ka ndodhur me goditjen aty është ajo nuk do të ndodhte kurrë. Atëherë, çfarë të ndodh sot me atë projekt? Aty ka disa familje të cilat kërkojnë pronësi. Dhe është një i fortë aty i cili ka dalë mbi këta duke bashkëpunuar me një gjyqtar të korruptuar, i cili quhet Alaudin Malaj dhe në këmbim, sipas fakteve, del aty që ka përfiton 25.000 metra për truall, territor, sipërfaqe, pa qenë banor, si përfitoi ky gjyqtar ato.
Pra Laudin Male njëri i përfolur për korrupsion. Aty kemi familjen Shehu që pretendon pronësi. Aty un kam një sër të dhënash dhe gjyqesh të cilat janë të mbi vendosura në vite, të cilat këto gjyqe tregojnë që mbi pronësinë ka problematik. Por un nuk dua të pengoj pronësia zhvillimin. Le ta zgjidhë gjykata, le të reflektojë, le të shkojnë SPAK, që është edhe shumë mirë SPAK-u që ka urrëtim, sepse duhet hapi. Sepse prona është e familjes Frashëri e para. Pronarët e parë është familja Frashëri. Është Abdyl Frashëri, më pas është shitur për sipas të dhënave për çështjet e investimeve çështën kombëtare në atë periudhë, e kanë përfituar disa familje, sot e gëzojnë disa familje që nuk e meritojnë ta gëzojnë. Hajde diskutojmë pronësinë, por jo projektin. Duhet ta lëmë që projekti të zhvillohet. Ora un jam i parë që do të çojnë SPAK pa dinë momentin që un do kem të dhëna të tjera ekstra, sepse nuk kursehem ndaj të vërtetave që janë dobi të shoqërisë. E kanë bërë me çdo lloj oligarku. Problemi nuk është projekti. Tani ka një sipas të dhënave, sipas informacioneve që kam unë, ka një projekt i cili është prezantuar nga kompania arkitekturore, e cila ka paraqitur një projekt me 4 kat. Ivanka Trump, sipas asaj që mua më kanë thënë, e ka refuzuar dhe kërkon një projekt me 2 kat. Pra të ulet dëndësia e ndërtimit dhe të lejohet habitati normal i atij habitati natyror që është sot në Zvërnec. Tani, në qoftë se neve do të kundërshtojmë projektin, do të kundërshtojmë për zhvillimin, hajde ta kundërshtojmë, hajde dalim. Por ai bën mirë kjo Shqipërisë. Unë për këtë jam. Në momentin që e lëmë atë lloj habitati, sa të ardhur ai sjellin. Se nuk duhet neve që të sjellim. Nuk mund të stigmatizohet askush me faktin që për të ngritur pikpyetje mbi investimin, ti të thuash je kundër investimit. Sepse shiko, ka modele janë nisur përpjekje për ta penguar këtë investim në Shqipëri. Dhe këto përpjekje nuk janë të kaq të thjeshta, sepse nuk ka dalë Ardit Gjebreja, nuk ka dalë dot, por unë kam në mendjen time kush e ka bërë. Çdo kush është i lirë të besojë në çdo gjë sot. Unë ti themi që aty Ardit Gjebreja s'ka dalë me kokën e vet, Olta Gixhari, dhe ka një prapavi që ai projekt mos të ndërtohet në Shqipëri dhe kjo nuk duhet të ndalohet. Për këtë jam unë. Hajde të protestojmë kundër Tiranës gjithë. Nuk besoj që ka ti e di organizimin. Çfarë ndodh? Ta sejmë që këtë se është një kritikë që vjen në një pjesë e madhe opozita. Shiko, mos më takon mua me opozitën, mos më them. Unë jam kritiku më i madh i opozitës dhe ti e di shumë. Opozita e protestës. Jo, nuk jam kurrë opozita e protestës. Unë jam me projektin. Jo me projektin. Tani ato ka një gjë, ti e di shumë mirë se më fal Migen, sepse më atakove qëllimisht. Shiko, ne ti themi publikut që unë jam njeriu që kam denoncuar më shumë në këtë vend afera korruptive. E kam për opozitën e protestës. Opozita shkof. Opozita është Agron Shehaj, është Adriati Glapaj. Ti je shumë Alim Qorri. Ti je opozita e protestës, se po të flas në mënyrë miqësore se jemi në podcast dhe jemi të lirë. Opozita pra do të thosh ti mos të duash largimin e Edi Ramës. Unë jam i pari që dua largimin e Edi Ramës dhe kam faktuar. Pse? Kam çuar në SPAK disa çështje korruptive të kësaj qeverie zotri. Dalë dhe flas për Belinda Ballukun nga një sekretar. Atë s'mund të jem unë jam i pari që mos e kompleksos, nuk lidha me PD. Jo pak. PD-ja për mua është një forcë që fatë opozit në tërësi. Unë kërkoj. Ore për mua protesta do të dalë dhe të protestoj për gjitha ato që përmendi Migeni sot. Shiko. Por sot unë nuk mund të dal në protestë dhe të them që hajde, çfarë sugjeroj protestuesve? Të thonë ne jemi pro zhvillimit të Shqipërisë, pro projektit. Shumë mirë. Ne jemi kundër Edi Ramës dhe hajde të jemi gjithë të kundër Edi Ramës. 1 muaj, 2 muaj. Po kjo është Edi Rama nuk do të larguar sot, të larguar me kohë. Po nuk ka ndodhur kjo. Kjo është problemi që aty të flasin që kjo që po thua mund të reflektoj frikrat që ti ke. Po kjo nuk është e vërtetë kështu. Si ka nisur kjo histori? Kjo histori ka nisur sepse jo, pra nuk është kështu tani. Po le tani nuk është kështu. Nuk është kështu. Historia nis kështu. Dikush shkon aty e rrethon. Rrethimit i vet tel me gjemba. Shiko, nuk ka asnjë kantier në botë ose në gjuhën e ndërtimit, në çështjet e arkitekturës ose ndërtimit. Një objekt rrethohet sepse ka interes për të mbrojtur qytetarin që kalon pranë. Pra objektet përgjithsisht rrethohen, kantieret rrethohen për të siguruar qytetarin që kalon pranë saj. Nuk ka asnjë kantier në botë që rrethohet për të mbrojtur nga qytetari. Nuk bën kjo, nuk ka sens kjo. Ajo që ka ndodhur aty është që është rrethuar një territor për ta mbrojtur nga njerëzit. Pra vendos tela me gjemba, ajo është tel me brisk. Ajo është tel me brisk që ata e përdor ose kufiri, ose objektet e sigurisë së lartë që mund të jenë ambasada në vende ndryshme ose burgje. Po. Dhe kjo nuk bën se nuk ka asnjë manual të mënyrës se si rrethohet një kantier në vendin tonë edhe sipas kuadrit ligjor që të jetë në atë format. Tani
qytetarët ndodhen pas kësaj situate dhe reagimi vjen në këtë moment. Ka njerëz që për palishmërinë që ka ndodhur aty, shkojnë dhe reagojnë. A ka projekt askush nuk po na thonte. Sa është projekti? Të gjitha këto, të gjithë këtë informacion e kemi diskutuar mbasi qytetarët shkuan aty, ambientalistët shkuan aty dhe pa një tokë të rrethuar me gjemba. Dhe u morën zvarr. Dhe u morën zvarr nuk është asgjë, po u morën zvarr në syt policisë që mbronte dhunuesit. Tani ky është një moment shumë i rëndësishëm, sepse në atë çast u bë e dukshme, një e padukshme që na ndodh të gjithëve në jetën tonë. Kemi në pallat, kemi në lagje, kemi në parkim të fortë që në sy të policisë të marrin zvarr, të dhunojnë, të heqin dinjitetin dhe kjo e kemi diskutuar me dhe kjo është arsyeja kemi artikuluar që kjo qeveri e ka kaluar, e ka mbush kupën. Po dhe kjo është arsyeja. Tani të flasësh këtu, shikoj, në 90 ka ndodhur një fenomen shumë interesant. Se ne diskutonim për shkak edhe se me ekipin tonë jemi të fokusuar pak tek periudha e komunizmit, në 90 ka ndodhur një fakt interesant, që studentët për shkak të një gjeneratori që u prish në qytetin Studenti, iniciuan atë që ishte revolucioni kulturor sistemik i sistemit që ishte demokracia që rrëzuan diktatorin nga një gjenerator. Panelet në 90 nuk thrisnin elektricist. Pse u dogje transformatori dhe të rregulloi transformatorin. Sot ne nuk mund të diskutojmë studentët dhe presidenti u zgjodh Sali Berisha. Sot ne nuk mund të diskutojmë. Këtë po diskutojmë keq përdorimi për interesa politike dhe prapavija që mund të sjellin nesër. Ka pavarësi Migel apo jo? Sot ne nuk mund të diskutojmë. Vetëm sa ta përfundoj këtë. Nuk mundet që të ne të ngecemi tek projekti të dhënat, kjo është e kaluar tashmë. Aty s'ka më gaz. Aty s'ka më gjemba. Policia e shtetit ka kaluar një investigim. Drejtori i policisë së shtetit drejtori i policisë së Vlorës është shkarkuar. Drejtoria e përgjithshme e Tiranës përgjigjëstron deklaratën e policisë së Vlorës. Domethënë këtu kemi një situatë palishmërie totale, të cilën qytetarët me reagimin e tyre e fituan dhe nuk do kishte ndodhur nëse nuk do kishte reagim qytetar. Tani, a ka prapavi politike? Një ne duhet kuptojmë që në momentin që ti del në shesh, ti je politik. Më thëmë, frymon politikisht, kërkesa është politike. Rama në burg, Berisha në burg. Qa është kjo? Kjo është një lloj establishment, një lloj le themi shpërfaqje indinjate të një mungese të përfaqësimit në vendin tonë. Unë me shumë kur shikoj të rinjt aty, kam një kështu ndjesie që aty është protesta e atyre që nuk kanë votuar ndonjëherë, që nuk kanë qenë të përfaqësuar asnjëherë nga partitë politike dhe në një farë forme ka ndodhur ajo që për shumë kënd prej nesh kanë rënë tezat. Ne diskutonim gjithë që nuk reagojnë shqiptarët. Po. Shqiptarët sot janë në rrugë. Të rinjt. Shiko ç'a ndodh. Kjo është Gjenzia që ne thonim me shpërtac, nuk punon, nuk di, nuk ka interes për politikën, nuk e di kush është kryeministër. Sot është në rrugë, më nuk ikin. Ore na shkatruan nga këmbët, unë kam të dëmtuar. Ore unë kam të dëmtuar këmbët, nga thënë doktori mos lëviz 10 ditë, unë ngela 6 orë, 7 orë, nuk ikin nga sheshi. Nuk ikin nga sheshi, është një sinjal shumë i mirë që neve si qytetar ta ezarojmë pak këtë pikë ndjes. Pra nuk ka prapavi sorosiane. Po kjo është të kërkosh në prapaskenjë gjëra që nuk ekzistojnë. Tani Migeni është organizator, përfaqësues i protestës apo si nuk ka aktivist. Unë jam aktivist i angazhuar. Aktivist pjesëmarrës në protestë. Si duhet ta faktoj që është Soros i mrapa Migeni apo si duhet e tha vetë tani, ai u distancua. Ka një gjë. Jo, më nuk ka lidhje, shumë mirë që del. Edhe unë jam ai u distancua, që s'ka lidhje Sorosi në këtë po ta thot. Problemi është që nuk e përjashton dot, nuk e fakton dot Migeni që ka apo s'ka. Po nuk ka rëndësi kjo, po kjo nuk është e rëndësishme për të biseduar. Sepse unë ta thash. Sepse studentët dorën në 10 ti po refuzon realitetin dhe po krijon realitete paralele. Nuk ka fare. Nuk jam unë jam nemi pro protestës, të vazhdoj protesta deri në fund të largohet Edi Rama sepse e ka qelbur. Largimi i Edi Ramës sjell largimin e Sali Berishës, sjell rinovimin e kastës politike, rinovimin e shoqërisë. Këtë gjë e kanë bërë dhe e bëjnë me vite duke denoncuar o Migen. Problemi është ku na çon neve protesta nesër, cilët janë grupime. Demokratizimi i vendit. Po ka një gjë.
Aty nuk po Por sot kryeministri i vendit ka zbritur nga Olimpi më kurinte me arrogancën e vet. Ka një gjë. Ai shtoi arrogancën ditën e djeshme në Elbasan. Ai foli dhe biles i intimidoi të gjithë. Ke parë postimin e sotëm? Jo, më sot. Thot un jam mi ma gjepsur, e dikur është ai pa ironia është ajo që po bëj. Pa ironia është, pa sarkazëm është me kryeministrin vendit. Ai doli kur bëhet ai protestues. Çka ka bërë me protestën e studentëve? Jo, dhe un student. Të njëjtën gjë ka bërë. Ai po përdor metodologjinë e vet për ta bërë protestën. Ai është drejtën e vet, por arroganca që kishte dje në Elbasan ishte njeriu i cili tha unë nuk pyes për ju. Ti do më thua, sot protesta është kjo gjë. Dhe ti mendon që ai nuk është i shqetësuar nga kjo që bën? Ai shumë i shqetësuar sepse është i shqetësuar ndërkombëtarisht opinioni publik. Ajo që do të them unë është sot kjo protestë ku e çon shoqërinë shqiptare? Çfarë sjell në realitetin politik? A sjell më një lëvizje studentore si në Serbi? Ka dëm apo jo? Po nuk ka dëm. Nëse formohet një formacion politik që është i ngjashëm me këtë që është sot. Mos ta vajgjikojmë. Këto kemi neve sepse. Mos ta vajgjikojmë. Ora kupton. Mund të krijojë. Aty ka shumë grupe të cilët kërkojnë marrin përfaqësimin e protestës, ndërkohë që qytetarët kanë dalë të derdhin dufin e tyre për ato testa që ata ngren që sa arsimi, shëndetësia, nuk blej dot apartament. Dhe unë besoj të përfitoj politikisht. A do kemi në thonjza një Sali Berish i cili do dalë nesër përfitues? A kemi regjizor si Rafizalia, si në analizë? Sa këtu mendoj që hajde bëjmë analizën. Atëherë ta bëjmë analizën. Janë faktorët politik. Shikoj, nga dhjetori deri më sot, për shkak të një seri skandalesh në qeverisje, nuk ka ngel, le të themi, grupi strukturuar që nuk ka thirrë qytetarët në protestë. Opozita i ka thirrë qytetarët në protestë. Partitë e vogla i kanë thirrë qytetarët në protestë. Organizata si ne i kemi thirrë qytetarët në protestë. Dhe në një farë mënyre, të gjithë po mendonin që qytetarët nuk reagojnë, pavarësisht skandaleve të mëdha. Ajo që ka ndodhur sot është një mësim për gjithë ne si aktorë dhe faktorë në shoqëri. Është që më në fund në ambientin politik të vendit tonë, përveç opozitës, po shtohet edhe një faktor i tretë që është qytetari, që është individi që në mënyrë të paorganizuar politikisht deri në një moment edhe të bëhet kërcënim për pushtetin. Sepse çfarë ndodh? Ndodh që nëse ti ke pushtetin sot, si bëhet kërcënim për pushtetin? Në çfarë? Ja ta them unë, shiko. Sot një kryeministri pavarësisht retorikës ka bërë mbrapa nga të gjitha problemet që ne tham pak më parë. Kangjëllati Hoqi, Pelin e Hoqi. Ajo është vizje që ka bërë kompania private. Drejtorin e Hoqi. Të policisë. Ajo du shkarkuar rang dhe ministri mos sepse është sjellje anti-njerëzore. Ka reflektim. Shiko, zinxhiri i policisë aty ka kaluar i gjithë në hetim. Sot është duke u munduar për të thënë që ju keni për ta parë, do vi dita kur do thotë që edhe unë jam protestuese, kështu e ka bërë ai. Edhe unë jam protestues me studentët. Ai shesh hyn dhe pesë njerëz vaj çfarë nuk bën sepse ai atë po them, që do të thotë, ai ka dalë nga komoditeti dhe nga luksi i vet. Një çështje lokale i ka kaluar ndërkombëtare dhe atë e ka nxjerrë në sy të botës si njeri që ka shitur një pomë pa pyetur babain, në familje. Tani, nga ana tjetër, pasqyrës tjetër, çfarë i bëri opozitës? Një lideri që sapo u rikonfirmua, që u mundua të imponojë publikut për të thënë që unë jam lideri i opozitës dhe sapo u rikonfirmova, e shkërmoqi, e çovi prap poshtë. Turma vërtet Ramamburg, Berishamburg për të thënë që gjithë struktura politike e vendit tonë sot dhe opozita do duhet të reformojnë dhe të reflektojnë kërkesat e protestës për të përfaqësuar. Të kërkoj një ndërhyrje. Nëse nuk e bëjnë, se unë të respektoj nëse nuk e bëjnë, atëherë, shiko çfarë ndodh. Ajo që neve kemi një interes përbashkët si shoqëri, si të rinj, të cilët kërkojnë përfaqësim, të cilët kërkojnë të jemi pjesë aktive politikës, është drejta e të gjithëve. Pra neve kemi vullnetin ton të shprehim dhe të japim potencialin ton. Për shembull Migeni po jep në fushën e vet si aktivist, ne si gazetar, duke bërë punën e një njeriu i cili do të jap një kontribut për shoqërinë. Por ajo që unë e shoh me skepticizëm çështjen e vijimësisë protestës në marrjen e një formalizimi politik, të një karakteri politik, të një karakteri i cili mund të sjell dhe mund të shtrojë presion ndaj qeverisë dhe ndaj opozitës, ajo që më trem mua është sa do tregohet kjo forcë aktive për t'i thënë
Ramës kur të bësh ndryshimet e reja kushtetuese apo ndryshimet zgjedhore në kodin zgjedhor. Po tash më vjen keq tani. Kjo bëhet jemi në fazën embrionale. Jo, se ti thua fazën embrionale po dalin për ditë. Se ti po ja pa mundson këtë pra. Se ti po i thua qytetarëve shqiptar që është mbrapa Sorosi, është mbrapa Greku, është mbrapa tjetri. Unë themi që ti nuk po ndihmon këtë. Unë hajde ta ndihmojmë protestën. Se ti do unë shpresoj të bëhet më e madhe ndërkohë që ti tezat i hedh për të bërë më e vogël. Tezat nuk pengoj, nuk besoj që qytetarët më kanë dëgjuar mua. Ato që kam thënë unë besoj ata kanë bërë të kundër sepse ata i nxjerr halli tyre aty nuk i nxjerr teza ime. Por unë jam në ditët e para të protestës nuk dua të rikthej dhe të them ato që kam thënë në fillim. Unë them sot ne jemi në ditën e 9 dhe në ditën e 9 të protestës po dëgjojmë të njëjtat parrulla. Nuk po dëgjojmë një formalizim, një ide e cila thot, Zoti kryeministër, kërkojmë që të ndryshohet sistemi zgjedhor. Zoti kryeministër, po kërkojmë që ju të na bëni ne pjesë të lojës politike. Hapni garën për gjithë. Jo, ne po dëgjojmë të njëjtat ato që thonë në mëngjes të emisioni Bashkimi i Qytetarëve. Pra po dëgjojmë rrugët, po dëgjojmë problematika të vërteta të drejta që duhen thënë. Por artikulimi këtyre ditë pas dite, ku na çon? Na çon në venitje dhe në mërzitje të njerëzve. Cila është e reja? Kjo s'ka ndodhur. Jo, më një minutë, unë pres të ndodh. Tani me 8 ditë, çfarë kemi fituar në me 8 ditë? Kemi fituar 1 ndërkombëtarizim, 2 kemi sjell edhe efektin e kundërt të ndërkombëtarizimit, largimin e të gjithë prenotimeve që janë ndodhur në Bregdetin e Jugut dhe kjo ka efektin e kundërt. E ka thënë kryeministri, po edhe unë kam të dhëna edhe nga të tjerë në Vlorë që ka kancelime. Ti ke turistët në protestë. Ka kancelime të asaj. Nuk në mëngjes sot gjëra më e bukur në presidente nuk ka patur. Ore kjo është qytetare, çlitë ka incidente. Greqia i det rrugët edhe njerëzit shkojnë përsëri. Nuk duhet të bien pre kjo lëvizje qytetare, nuk duhet bjerë kurr pre këtyre flakadanëve. Nuk duhet të përfshihet kurr. Nuk duhet asnjëherë të përfshihet edhe ndaj retorikave të caktuara politike, fetare, ideologjike, nuk duhet. Aty bien dakord. Duhet të jetë çështje fetare, duhet të rrihen jashtë. Çështje fetare, por duhet të jetë një lëvizje e cila nuk përfaqëson askënd në veçanti, por i përfaqëson të gjithë dhe i lejon të gjithëve hapësirën. Tani, në momentin që kjo protestë sot ecën në këtë mënyrë, çfarë ndodhi në Serbi? Në Serbi, ndonjë 30 ditë, 40 ditë, a solli ndryshim? Vučić u bë më i fortë. Ore, e ndalojmë dot në Ramën dhe Berishën me këtë protestë. A gjejmë dot një mënyrë? Hajde të bëjmë bashkërisht. Kish fillimi. Po të lutem pra, hajde ma le të artikuloj. Hajde të bëjmë gjithë bashkërisht. Sepse unë jam njëri i cili kam mbështetur Partinë Demokratike, por kam dalë kundër Sali Berishës për këtë që po bën zot që po bëhet alternativë kritikoj zotri. Tani unë me këtë protestë, hajde të bëjmë bashkërisht, të krijohet një grup, të krijohet një federat, një formacion pa kokë, por i gjithë përbërë, i gjithë përfshirë dhe thotë, Zoti kryeministër hap garën. Si duhet t'i themi tani, si do t'i themi ne kryeministrit, si t'i themi ne kryeministrit në të ardhmen, si ta gjejmë formulën që ai mos të shkojë nesër me Berishën dhe ta kaloj ndryshimet kushtetuese me 101 deputet. Ta bëj me pragun i cili përdori Adriatik Lapajn për turpin e partive të vogla si Karrem. Pra propozimit që i dha Berisha Adriatik Lapajt i propozoi dhe fitoi një mandat Adriatik Lapajt dhe vrau gjithë partitë e reja dhe kjo është gaf fatale sepse ndryshimet nuk janë bërë akoma. Po janë mos ta vajmë me Lapajn se po janë projekt mos zotri, i ka paraqitur çfarë draft ide. Po draft është aty, ai është gati para miratimit. Kjo nuk është hedhur rastësisht. Tani me ndryshimet e reja nuk hyn dot as si parti e re, nuk prodhon dot i mandat deputeti zotri. E kupton ti? Sepse do kalojmë me 101 deputet, pjesëtohet për numrin e votuesve, duhen 80000 vota për të nxjerrë mandat deputeti. Pra nëse ne ndalojmë dot këtë lloj drafti, ne ku do shkojmë në këtë pikë? Tani ideja që dolim dhe ndonjëm aty shumë bukur. Bravo, ndonjëm, çfarë do bëjmë më shumë? Kush do jenë ata që na përfaqësojnë? Po në ditë janë Almer. Ti japim pa kohë. Jo më të shkojmë te 30. Jo, ti japim kohë gjës. Hajde të shkojmë te 30. Se vesh do shkojë aty, po do kohë. E di kur të ndodhë, shikoj, Miguel do ta mbaroj se të kam dhënë kohën edhe sepse edhe nga ajo. Do të jap kohën më shumë ty se vetes. Do të themi gjë. Sot neve nëse do ta lëmë në këtë lloj lirshmërie protestën. E di kur do filloj problematika më e madhe që do fillojnë brenda? Migeni pse është, pse si jam unë, pse si je ti, pse është ai grupim, pra gjykimi që do filloj brenda llojit. Do zgjedhim një përfaqësinë, ne s'pranoj, ky s'pranon mua, ti unë s'pranoj ty, ne s'pranoj njëri tjetrin. Kjo do nisi aty jo për çarje që kur do dalin finalizimin e një grupacioni, e një ide, e një grupimi të madh që do përfshi. Kush do të jenë këta që do përfaqësojnë protestuesit? Si do zgjidhen këta? Ja pyeti që duan pa kohë. Ka një, jo duan, hajde më sa kohë duan, pas një muaj, çfarë do të? Nëse Migeni është pak më afër se mua. Migeni se japin përgjigje këtyre unë mendoj. Po si dhe këtyre përgjigje ti rrit drejt 3 muaj në shesh nuk bën asgjë. Ata të bëjnë ndryshimet kushtetuese, ata të bëjnë ndryshimet ligjore dhe në fund fare ti protestos fiton asgjë. A ndikojmë dot Migen neve me këto numra që ti themi, e di çfarë duhet çfarë bën kjo. Kjo është shumë e mirë si protestë në momentin që ndërkombëtarët vinë dhe i thonë,
vjen me Kalister Plus dhe të zotëri, gjoj njerëzit. Zotëri, ambasada amerikane flasë, zotëri jepi zgjidhje protestuesve. Ulu me protestuesit. Qose faktori ndërkombëtar nuk zgjohet dhe unë mendoj që faktori ndërkombëtar, ja, do ta mbyll. Fjali e fundit e më fal. Faktori ndërkombëtar nuk zgjohet në këtë moment sepse unë mendoj që ka brenda faktori ndërkombëtar, ambasadorët të cilët janë dhe të korruptuar, janë të përfshirë korrupsion. E faktoj urikim këtë gjë. Pra mua nuk më tremb nesër, nuk më habit që një ambasador i bler mund të dëgjoj Ramën dhe nuk dëgjon protestuesit, sepse Rama ka një mision në arbër, që ne se ndalojmë dot. Por në fakt që ka dhe mirësi, që ka të mirën e vet. Ai do që të futet në histori si njeriu që mbyll negociatat me Bashkimin Evropian. Këtë do ta rrijaj me çdo lloj çmimi, ai njeri nuk e lëshon këtë lloj. Ne nuk kemi se ndalojmë për ne ndalojmë integrimin. Ne ndalojmë integrimin. Këtë ego, këtë ambicjet e Tiranës si do ndalojmë ne? Mua më fillin kur ti nuk resh dot se futuri një element konspirativ në strukturën tënde të fjalës, që në një moment të caktuar duke drejt, po do duhet patjetër të futësh diçka të tillë. Megjithatë, shiko. Shkon, nëse e përgjigje këtyre pyetjeve, le të na dëgjojë publiku dhe unë do të them shumë mirë, hajde ta vazhdojmë. Çfarë do fitojmë dhe si do zgjas dhe sa do zgjas. Unë mendoj që është e qartë, me kaq sa janë në shesh, është fituar kaq. Që do të thotë, nëse duhet fitohet diçka më shumë, mbase ka nevojë që më shumë të jenë në shesh dhe kjo vlen për një lloj thirrje për të tjerët që duan dhe shpresojnë për më shumë, po për ta patur këtë më shumë realitet, do duhet që të bëjmë pjesë nëse duan ndryshimin, mos ta kërkojnë te ju, ta kërkojnë vetë. Po s'ka kuptim tani që të rritë presësh e të thuash që shiko, këta s'po sjellin gjë. Nëse do më shumë, duhet që ta vendosësh edhe ti veten aty. Ke qenë protesta? Në këtë protest nuk kam qenë, nëse nuk kam qenë protestat e tjera të gjitha. Nëse shpresohet je i lirë të shkosh. Ka një gjë. Se ka vend për gjithë. Ka një gjë, nuk bëhet. Absolutisht po, aty nuk ka security që të thuaj se kush vjen dhe kush nuk vjen. Unë jam njëri që kam bërë që bëj 14 vjet opozit. Jam njëri që këtij pushteti kam refuzuar çdo lloj oferte ekonomike kur të tjerat janë shitur, janë bler nga më të rëndësishmit në media shqiptare. Më hyrën në hap prap. Se më provokoj. Shiko, ne kemi dashur gjithmonë që shoqëria jonë të prodhojë një hapësirë të tillë qytetare, që të kishim dhe ne qytetarët grek që ngrihen në mënyrë të beftë, pa organizator dhe i ushtrojnë presion qeverisjes së tyre. Kemi pasur dëshirë të kishim qytetar francez që ngrihen me kasketa me jelek edhe okupojnë hapësirën publike të Francës, pa e kuptuar se kush është organizatori dhe pa e kuptuar kush është drejtuesi. Në momentin që ne shohim indicjet e para që kjo gjë mund të farkëtohet në hapësirën publike shqiptare, ne duam prap ta vendosim në kornizat e të vjetrës. Kjo duhet të bëj patjetër një parti politike. Kjo duhet të jetë patjetër një trup përfaqësimi që përfaqësuesi pasaj të shkojë këtu. Unë mendoj që i vetmi kontribut në këto momente do të vinte keq, do ta quhet triumf apo keqardhje në rast se Xharet Kushner thoshte unë të rigjim nga investimi në Zvërnet. Çfarë ishte për të fituar protestuesit është kjo? E quani fitore këtë gjë dhe ti nuk shkop te kjo mua. Jo, një pyetje kam sepse është nisme atë. Unë jam aty po them Ramanburg, Berishamburg, ti më çon më atë. Nëse nuk arrit as Rama te generatori 90-s. Nëse Rama dhe Berisha nuk futet. Çfarë quhen fitore? Ja çfarë do më vinte keq mua. Mua do më vinte keq nëse në vendin tim bëhen investime madhore, po llogaritja në offshore. Ore ka që vështirë është i thuash bëjmë një llogari në Shqipëri më. Shumë e drejtë. Bëjmë transparencë për çdo investim. Dhe unë nuk kam problemin me investitorin. Unë kam problemin me pronarin, me administratorin tim që nuk më përfaqëson si duhet në një marrëveshje tregtare. Nuk shkojnë në burg. Dhe diçka. Jo çdo njeri që vjen me çanta me lek është prosperitet. Në vendet e Amerikës qendrore, ti ke oaze të mrekullueshme, të jashtëzakonshme të resorteve. Po dole nga rrethimi aty oazit e blej qytetarin për 1 euro. Po nuk po flasim për vendet botës së tretë burr, ne po flasim për Shqipërinë. Jo, ai është vendi botës. Ato janë vendet botës së tretë. Me resortet, me resortet më të mira. E di më shumë mirë për çfarë vende flet. Aty është vende që të vrasin për një cigare ashash, kjo Shqipëria. Që do të thotë, jo gjithmonë çanta me para është treguese sa qytetari fiton. Jo, çanta me para tregon sigurinë e investimit, se deri dje ne rrafëm e grim atë libanezin atje në atë, e grim. Ka 10 vjet që në Shqipëri nuk vjen investim i huaj, sepse sa dëgjojmë në orë. Diti po se kush e ka fajin, e ka fajin Rama, se kanë fajin unë e ti. Rama më që vjen aty me gazetë. Ne nëse duam ta largojmë, ta trëmbim, le ta trëmbim atë dalla ndysha të Flamengo. Hajde ta trëmbim. Nuk ka investitor në botë. Nuk ka investitor në botë që nuk është interesuar që të shkojë në një vend demokratik.
investitorët në botë shkojnë në vende demokratike ku rregullat janë të përcaktuara drejt. Se po i vendosi rregullat një kryeministri tjetër ikën e tikën dhe Xharet Kushner se po më vure pozitiv të mbroj Ramon tani se s'do ta bëj kurrë. Ti mendon që Xharet Kushner vjen në një vend pa sigurt? Indirekt po Do ishte mi lumtur nëse këtu ishte shumë e stabilitet dhe shumë e garantuar. Dhe e garantuar dhe stabilitet vjen vetëm nëpërmjet demokracisë dhe transparencës. Nëse qeveria bllokon transparencën, bllokon ligjshmërinë, dëmton dhe investitorin. Dhe kjo është duke i ndodhur. Ata më fal tani ne jemi një vend aq i vogël sa nuk është se po bien e po flen me ne. Fakti që këtu institucionet nuk ofrojnë një siguri për investitorin nuk është i qytetarit. Derisa ka ardhur, ai ka marrë një garanci që ka ardhur. Po ardhmja e protestës, se kjo është një pyetje që ngren të gjithë tashmë. E kam dëgjuar në çdo kafene që shkoj, ka beshi çfarë do ndodhi, do hapjet kjo, do bëhet ashtu, do bëhet kështu. Si e shikon ti? Ardhmja e protestës është ardhmja e qytetarëve. Unë vetë di që do shkoj gjatë. Do shkoj prapë. Jo, do dalë në protestë. Patjetër. Pastaj nëse qytetarët vendosin që të masivizojnë duke parë situatën, unë mendoj që mund të bëhet një shumicë bllokuese e hapësirës publike që të imponojë çdo lloj ndryshimi që ata duan. Je për ta bërë formacion politik? Nuk besoj se hapësira politike shqiptare pasurohet me një parti të 128. Duket se ka diku tek 100 disa parti. Është një parti, jo parti, po që ka një Unë mendoj që modeli që ne fitojmë nga kjo protestë është modeli i qytetarit që politikës i del nga jashtë llogarive. Pra një kryeminist sot mund të manipulojë dhe mund të blejë dhe opozitën. E ka bërë. Po kur ke modelin dhe instrumentin e qytetarit, ç'a do bësh? Shikoj. Ç'a do bësh? Nuk e merr dot, nuk e merr. Dhe ky është modeli që ne na ka munguar, që ne jemi duke e fituar çdo ditë me atë protesta aty. Ta vazhdoj mendimin këtu kala Migeni. Shiko, shumë mirë që Migeni domethënë nuk merr përsipër të jetë roli drejtuesit apo roli i personit që të flasin emër të protestuesit. Përgjithsisht ka. Atëherë, kur ka zakonisht protesta të tilla, unë mendoj që imponimi është shumë i rëndësishëm. Çfarë i sjellim ne të re me këtë protestë shoqërisë dhe çfarë i sjellim neve të re asaj që është prioriteti. Një gjë është fituar, që sot për shembull kur shkon administrata unë besoj që do të përgjigjen më mirë. Kur shkon administrata nuk ka drejtor që thot 2000 euro të kryej këtë lloj të drejtë publike që qytetarët e kanë garantuar me ligj dhe kushtetut. Tashmë unë besoj që dhe administrata është sensibilizuar me protestuesit. Unë besoj që ata bi nënash janë aty në protest, edhe ata i kanë pritur administratë ose pjesë e madhe është bullsur administrat. Dhe kjo ka dhënë një efekt që neve nuk duhet të bëhemi më patronazhist apo nuk duhet më të futemi. Po, ky lloj kuraje është shumë pozitive. Por ajo që unë kërkoj nga protesta kërkoj këtë gjë, që neve çfarë imponimi të drejtë për drejtë do të japim Ramës që nesër mos të marrë më vendimarrje pa pyetur qytetarët. Çfarë do t'i themi ne, çfarë do arrijmë ne me këtë protestë, i themi qytetarëve që t'i themi Ramës zotri, ti nuk duhet të pyes, nuk duhet veprosh për projekte kaq të mëdha pa marrë një miratim, qoftë një referendum, qoftë një takim konsultativ, qoftë një takim informues, qoftë një transparencë publike për gjithë. Të gjithë këto gjë unë mendoj që këtu është fituar, që nesër nuk mund të ketë më projekte të mëdha pa pasur. Meqenëse po shkojmë për fundit, Migjen, për ta mbyllur sepse dua të jap edhe Almerit fjalë për çështjen Balluku. Për ta mbyllur, mesazhi që ke ndaj njerëzve, ndaj gjithë atyre që na ndjekin? Unë mendoj që kjo është, ne mendoj që qytetarët në këtë vend ja kanë dalë të instalojnë një lloj modeli të mënyrës se si reagojnë edhe si protestojnë. Kaq mund të arrihet me kaq sa janë në shesh, imagjinoni se ç'mund të arrihet me dhe nëse ata që shpresojnë nga kjo vinë dhe bëhen pjesë e kësaj manifestime dhe proteste për kërkesat të jashtëzakonshme që ata kanë paraqitur. Almer, para se ta mbyll, çështja e Balluku, ka qenë çështje që ti e ke ngritur shumë, e ke kthyer edhe në kauz për betejat kundër korrupsionit. Çfarë po ndodh me dosjen ndaj saj? Unë mendoj që çështja e Balluku është një çështje që tashmë po shkon drejt finalizimit. Që do thotë për ata që nuk e dinë. Pra atëherë, SPAK është në hapat e fundit të kopësitjes së dosjes që do të çojë në burg shumë njerëz që janë të përfshirë në korrupsion dhe kanë vjedhur taksën e qytetarëve nën dirigjimin e Belinda Ballukut. Nga të dhënat që kam unë nga brenda SPAK, më thuhet që drejtuesi i SPAK, Klodian Brau, nuk është më ai njeriu i cili kishte një qasje si Altin Dumani që të bënte mediatikisht çdo lloj lëvizje, por tashmë po i kopsit ligjërisht në dosjen, dokumenta, në fakte, në prova që nesër të operojë dhe të kërkojë arrestimin e shumë aktorëve. Unë ditë them që çështja e Ballukut tashmë do të marrë të pandeush disa oligark, rrugësh, infrastrukture që cilët janë përfshirë në dosje. Nuk përjashtohet arrestimi,
pra unë mos ta bëj të nxituar dhe fakt të kryer, pra pritet që të merret i pandehur Rok Gjoka, pritet që të merret i pandehur Bashkim Ulaj, Salillari edhe shumë të tjerë të cilët janë të përfshirë në afera korruptive që s'pak i ka faktuar. Po ashtu, do të kërkohet heqja e imunitetit Belinda Ballukut në të ardhmen të afërt. Nuk po ja përcaktim kohor sepse efekti i protestave mund të ketë një lloj efekti që edhe në vendimarrjen e SPAK të konkludohet në një kohë tjetër. Po ashtu, njerëz të afërt Belinda Ballukut, duke filluar nga djali i tezës saj, duke filluar nga bashkëshorti i motrës së saj, duke filluar nga drejtor, nga ish sekretarja e ministrisë zonja Haxhi Ademi, Viola Haxhi Ademi dhe shumë të tjerë të cilët janë përfshirë në akuzën e re, e cila është pastrim i produktive veprës penale, pra pastrim parash dhe fshehje pasurie. Këta emra dhe shumë emra të tjerë tashmë do t'i komunikohet akuzë. Po deputet? Ajo që është deputet? Patjetër deputet. Tani nuk përjashtohet arrestimi i Xenoklosit, i Klevis Jahajt, të cilët janë përfshirë si ish drejtues. Po ashtu, ajo që kjo do jetë një mega operacion që do përfshijë shumë aktorë të përfshirë në korrupsion. Dhe kjo u mendoj që është kauza më e fortë që të kërkojnë qytetarët, përveç shumë kauzave të tjera. Arrestimi i Ballukut është një shpëtim nga një gangren korruptive e inskenuar me lejen e Edi Ramës. Këtë gjë kam kërkuar që ditën e parë. Dhe edhe Belinda Balluku është nga ato njerëz që ku bënte takime, më thon të dhëna, ku bënte takime edhe me elektoratin apo stafin e ngushtë, i thoshte policëve bëni lek. Vjedhni, jepni, shkatroni. Pra është ky njeri i cili duhet dalin protestojmë ne aty, më shumë se kurrë. Bashkë me Edi Ramës, kjo si ka bërë padimin Edi Ramës gjitha këto. Po, por ti nuk e vajnë protest, duhet shkosh. Tani ka një gjë, unë do t'i bashkohem çdo lloj proteste që ka kauz largimin e qeverisë dhe unë nuk jam kundra protestës. Ta them, qytetarët të dalin protestojnë sa më shumë për këto fakte që them unë dhe për faktet që artikulojnë dhe shumë aktivistë si Migeni dhe që të tjerë, sepse ngrin kauza të drejta. Ajo që të them unë që ajo që do afundos Belinda Ballukun është që do ka bërë pis një legjend futboll shqiptar si Iglitare. Dhe kjo është për të ardhur keq. Mund të drejta për të kërkuar parlamentit sërish me që ka dy akuza do ta kërkoj shumë shpejt, por ajo më rënda që ta fundos është grupi strukturuar kriminal që përfshin shumë elementë të cilët janë përfshirë në afera korruptive. Zotri, ka shkuar 1 kilometër rrugë 30 milionë euro, ndërkohë që në Europë është 6 milionë euro. Po jepet tani me 30.5 milionë euro rruga Milot Balltren që filloi Salillari. Si dalin, si është kjo lloj aritmetike? Kush është njeriu që e projekton dhe ideon këto shuma ndërtimin e rrugëve në Shqipëri? Pra këto janë akuza që duhet ngrihen. Çfarë po ndodh sot zotri me shëndetësinë shqiptare? Pra sot jepen terapi, ndryshime hormonale, nuk jepen terapi për smurët me kancer. Skandal, e kam në ditën vijim. Këto ditë kërkojnë protestuesve të dalin një nga një, të dalin Migeni pari dhe thotë, sipas punës tonë është bërë, pra të jenë më detajist. Tashmë të jenë më artikulus tezash korruptive. Ne sipas i punës tonë kaq mujore kemi vendatuar korrupsion në këtë sektor, korrupsion ekonomik. Dhe në stil gazetares nuk e bëjnë dot. Jo, të bëj pasurim raporti, s'ka nevojë. Jo, dakor. Ne kemi bërë këtë punë, unë i investuar në këtë punë. Këtë ti thotë qytetarëve që të dëgjojnë dhe të dalin ata nga shtëpia. Se sot ata nga shtëpia mendojnë, unë kam frikë që i dinë më mirë se ne. Patjetër që i dinë se përjetojnë, sepse sot shkosh në çdo institucion, të kërkojnë 5 deri në 10.000 euro për një shërbim minimalist. Sot nuk ka dot një penxhere para 2.000 euro. Kjo është arsyeja pse kanë bërë. Mirëm në fund, faleminderit shumë dyve. Faleminderit Migen, kënaqësi. Faleminderit që u kisha dyve. Ndërkohë me këtë intervistë që patëm dhe me këtë debat pro dhe kundër për çështje të ndryshme, protesta apo jo vetëm, edhe në fund të kësaj pjese do shkëputemi pak, rikthehemi pas me pjesën tjetër. Mos harroni, bëni subscribe, jepni edhe komentet tuaja, do t'i lexojmë, do t'i shikojmë me shumë vëmendje dhe patjetër do t'i pasqyrojmë në episodin e radhës.